Një sistem i ri kablor në New York me fibra optik mes vendit tonë dhe Italisë do të rrisë kapacitetin e qarkullimit të internetit për Shqipërinë. Aktualisht 2 linja kablore që shërbejnë për internetin në vendin tonë janë të vjetra dhe kanë kapacitete të kufizuara për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve. Me lidhjen e re përmes kablit nëndetar dhe lidhjes me pikat e aksesit internetit në Milano dhe në Frankfurt, konsumatorët shqiptarë, qofshin ato familje apo biznese, nuk do kenë më një furnizim deri në 2 megabit, por deri në 30-40 megabit ndoshta edhe më shumë. Dhe çmimi i internetit besoj ka gjitha kushtet që në këto rrethana të reja të jetë edhe më i lirë. Pas fillimit të projektit ka një plan për zgjerimin e tij dhe në vendet e tjera të Ballkanit, duke pozicionuar në këtë mënyrë Shqipërinë si qendër zhvillimi për rajonin në fushën e telekomit dhe internetit.